Festivali shqiptar bashkoi patriotët shqiptar të Amerikës në Worcester, Massachusetts. Festivali shqiptar bashkoi patriotët shqiptar të Amerikës në Worcester, Massachusetts, si një festë mbreslënse me këngë, muzikë valle, fjalime, ushqime tradicionale. Një ngjarje kulturore, komunitare dhe adhetare që la gjunë të jashtëzakonshëm, sidomos tek fëmijët. Ky festival është promovimi të gjitha traditave, identitetit, historisë dhe kulturës pasur kombëtare. Festivali shqiptar në Worcester apo Ulster ka 42 vjet që organizohet në kishën shqiptare ortodokse e Fjetja e Shënmërisë në Ulster. Fjalimet kryesore në ditën e dytë festivalit i mbajti Federata Vatra, antari i kryesisë Ilir Cubi, tregoi rëndësinë e ruajtjes së gjuhës shqipe. Kisha Fjetja e Shënmërisë është ndërtuar në vitin 1982 dhe bashkon të gjithë shqiptarët në Ulster e më gjerë, ku krahas aktiviteteve të rëndësishme fetare ka dhe aktivitete sociale patriotike. Festivali shqiptar është aktivitet kryesor që kisha organizon çdo 2 vjet si dëshmi kombi gjuhë e kulture e feje. Kryetare e Vatrës Worcester, zonja Efe Qeleshi, është qiruar nga profesor Thanas Gjika, u shpreh se festivali shqiptar është një ngjarje patriotike që vetëm gëzon çdo shqiptar në Amerikë e jo vetëm.